Vjen momenti, starton këtu Dugagjini, Feronikeli 74. Mirë ky pasim, brava shansi, këtu një goditje nga distancë. Lash përfundon. Tentim shumë i rrezikshëm nga Morino. Topi tek Faton Neziri në krahun e majt, mundësia arkimit. Neziri topi në këtu definitivisht duhet vari. E shojmë edhe njerë, super arkim nga Faton Neziri, goditje fort nga Berisha, por jo, topi nuk e ka kaluar vijën. Ilir Cila tek Isufi. Provan të gjej hapësirë në zonë Isufi, shumë i rasti këtë Maski. Nuk arrin edhe njerë të shojë gol Dugagjini. Tjetër mundësi shumë e mirë shëllimi. Lavdim Zumberi, janë 2 minutat e fundit të pjesës së parë. Shumë mirë pasim i rasti tani Kiqina. Kur nuk shënon pasar, kjo i ndodh Dugagjinit dhe janë mysafirë që kalojnë e përsi. Sokol Kiqina në zjarë. 2 gola i shënoi gjiron e kaluar, shënon edhe sot. Shansi tani për një arkim drejt zonës plana, shumë i rasti këtu dhe 1-1. Shënon Hekuran Berisha. Minuta 49 ballafaqimi Dugagjini para Zangjilshka. Rasti i pari kësaj pjesë të dytë, çfarë mega krosimi nga Albion Plana. Neziri e lë topin në krah tek Gjemajli. Vjen ky arkim, çon çfarë do sjell Plana, rasti këtu, çfarë pritje Moskin. Ka mundur fare let skuadra Dugagjini që brenda 2 minutave të shënoi 2 gol. Rrezikshëm në ndërprerje Dugagjini. Pepçeli vjen arkimi i tij. Mundësia tani tjeni Isufi goditja, sa afër një super goli. Sa afër një super goli këtu tjeni Isufi. 1-1 mbetet. Isufi. Vjen arkimi i tij, rasti këtu dhe 2-1. Rikthehet skuadra e Dugagjinit, është Edson Sinani. Të 2 golat vinë në të njëjtën mënyrë me goditje me kokë. E 2-1 në epërsi, vendasit nuk arrin të reagoj këtë herë Simone Moskin. Shansi këtu, Zumberi. Dërgon topin të Kryeziu. Kryeziu me këtë goditje ka pritur Margona. Mbetet 2-1. Lavdim Zumberi ka bënë pasim dhe mbyllët gjithçka këtu Dugagjini ja ka dhënë, merr fitoren e sezonit, ndoshta fitore shumë e rëndësishme për besuarit e Ismet Munishit. 2-1 me rikthim. Kjo është kjo, ju përshëndes.